Përshëndetje. Dy fjalë do themi, jo dy fjalë, po aq sa duhen thënë, sa mendojmë se duhen thënë, në lidhje se çfarë, domethënë për çështjen e peshkëpisë edhe të Longos. Çështja ajo që i lidh këto dy masakra. Edhe më gjerë, po mundohemi ta zhvillojmë atë. Të dyja këto masakra, njëra e mbetën në tentativë në Longo dhe tjetra që mori jetën e një oficeri dhe një ushtari të fatmirsheu dhe të Arsengjimit, të dyja këto masakra janë organizuar nga Mavi, por çfarë i lidh këto dy masakra? Siç dihet, e kanë thënë dhe gazetarë dhe njerëz të ndryshëm që e janë marrë me këtë çështje, këto i lidh vetëm një gjë. I lidhin 15 automatikët e vjedhur. Domethënë, në të dyja rastet, nga reparti i peshkëpisë, ku vra oficeri dhe ushtari, deri në Longo, ajo kanë vetëm një gjë i lidh ata. 15 numri i automatikëve që ka vjedhur, janë marrë dhe mbyrë. Në repartin e Gjakosur të peshkëpisë është 15 dhe numri i përgjithshëm i automatikëve Kalashnikov i gjetur që ofti kapur në 2 makina që kishin pasi u kapën të Hani Delvinaqit, Beleri, Anastasuli, sidomos Llambit Papa, sepse ai ka qenë me i riu, ka qenë nga vendi, ai ka qenë aty i zgjedhur për atë post. Pse? Sepse ajo post është shumë larg për të arritur nga makinat shqiptare për të ardhur aty. Kurse për të kaluar kufirin, për të futur kufirin grek dhe për të kapur Gjaden te kisha e Shen Elias është me kollaj. Prandaj kanë zgjedhur atë vend. Edhe në Peshkëpi, për të shkuar nga Gjirokastra makinat në ndihmë të postës së Peshkëpisë është shumë larg. Kurse Gjadeja që më tanë është shumë afër, prandaj kanë zgjedhur ato vende dhe të çështja e Longos lidhet me Llambin Papa. Ky duhet veni i pari, ky duhet ishte i pari. Beleri sigurisht që duhet ishte dhe do të jetë, sepse ky ka bërë gjëra të tjera, do i shohim më vonë, por i pari duhet ishte Llambi Papa, ai që në moshën 20 vjeçare kishte kaq shumë lek në dispozicion për të qerasur ushtarët gjithë ditën dhe për të komprometuar sa më shumë prej tyre. Ku gjende gjithë ato lek në atë moshë? Ai ka qenë më i riu nga të gjithë, 20 vjeç, 23 ka qenë Beleri dhe gjithë të tjerë janë më lart nga ai deri tek Anastasuli, që ishte i forcave speciale të Greqisë, që ishte 34 vjeç. Shkrim e tutje. Është një diçka që jam duke parë për atë themeluesin e separatizmit grek të Mavit. Ai është Vasil Shahini dhe në kohën e kishte filluar veprimtarinë e tij, kishte filluar që në kohën e Zogut, por e intensifikoi veprimtarinë e tij sidomos në vitet 40, 41, 42, 43, derisa u vra nga komunistët. E intensifikoi veprimtarinë e tij sepse sidomos pas avantazhit që pati ushtria greke ndaj ushtrisë italiane, duke gjetur fush boshe, shesh bosh, ai gjet shesh dhe bën shesh derisa ekzekutohet nga komunistët dhe mbaron punën. Është një letër e tij, e cila i është dërguar kur ka qenë në Burg, kur ka qenë kur ka qenë në kohën e Zogut, ky Shahini ishte i dërguar i debuar nga Gjirokastra, i internuar dhe i quar në Lezhë, në atë kohë kanë pasur në Lezhë atje vendit, po hajde tani kanë ndryshuar ata. Këtu kam letrën e Vasil Shahinit, është me 2 kopje, është letra e Vasil Shahinit që i drejtohet kryetarit të gjykatës. Si retorikë, që për t'ja kujtuar këtyre zotrinjve të Spakut, hetuesve të BKH-s dhe prokurorëve të Spakut dhe gjyqtarëve për të gjithë atyre që do merren me këtë çështje, sepse dosja do hapet, pasi do kemi lajme të reja në të ardhmen. Sigurisht është duke u punuar intensivisht nga shumë njerëz, vetëm nga unë jam një ndër ta, vetëm se unë jam duke punuar në mënyrë të përditshme për atë punë. Kjo letër këtu kur e shikoni është një viktimizim. Dhe kjo letër është kaq e ngjashme me vetë viktimizimin që bën viktimën Alfredi Beleri sa sta merr mendja. Duke pretenduar që s'ka bërë asgjë njërin dhe tjetrën pavarësisht nga ato që kishte bërë Shahini, Vasil Shahini, dhe pavarësisht nga ato që ka bërë Alfredi Beleri. Ata gjenin mënyrën për të justifikuar zotrinjtë të Spakut. Kjo letër këtu që i drejton ai kryetarit të gjykatës për ta hequr nga internimi, i ngjan fiks viktimizimi që bën Beleri tani që thotë s'ka bërë asgjë, megjithëse është i akuzuar për peshkëpinë, për vrasjen atje, është i dënuar nga Greqia për kapjen me armë pa leje,
është i dënuar nga Shqipëria dhe i ka kaluar burgut me procedura duke në Greqi deri në momentin që është bërë parashkrimi këtu. Dhe tani thot jam kapur për 300 euro, për 600 euro, për gjëra të tilla të vogla, gjithsesi ka dorëzuar telefonin jo. Por mënyra e justifikimit është e ngjashme, si te Vasil Shahini edhe tek Alfred Beleri. Prokurorët, gjyqtarët edhe hetuesit duhet të shikojnë këtë ngjashmëri, sepse dy gjëra nuk mund të bëhen të ngjashme. Është fenomen. Përsëritje quhet fenomen, një herë ndodh. Rastësi, e dyta të bën fenomen. Pas këtyre letrave, pas këtyre llojeve, pas këtyre stili mbrojtjeje, qëndron një dorë, dhe ajo dorë është në sintagma, është parlamenti grek, është qeveria greke. Mbajini mend këtë që ju them unë. Shikojini, krahasojini njërin me tjetrën. Vetë viktimizimin e Vasil Shahinit në atë kohë dhe të Fredi Belerit sot. Ndoshta diçka ju thonë, krahasojini. Prandaj dalim për natë dhe flasim që të themi diçka, nëse është e vërtetë të merret parasysh. Në rast të kundërt, që jeni ju të atë që nuk ma merr mendje se keni përgjetur argumentim tjetër. Ikëm me njërin. Tani, ne thamë ata që automatikët i lidhin, numri automatikëve i lidh të ngjarjet. Dhe i lidh në mënyrë të pasgjithshme njëra me tjetrën. Nuk mund të ndash ato, sepse ata automatikë që janë kapur me tentativën në Longu kanë qenë marrë në peshkëpi, dhe ajo dihet, e kanë thënë dhe Papa Themelis, edhe ministri i brendshëm i asaj kohe i Greqisë ka thënë, edhe të tjerë kanë thënë, e kanë përsëritur. Edhe që janë të Mavit e kanë pranuar vetë, edhe që ka qenë gjyshi i Hadhan Papës ka qenë i Mavit, edhe këtë e dim, edhe që Beleri ka qenë i rekrutuar nga në Greqi, dhe është dërguar me vonë në Kipër, ka thënë vetë, ai që ka qenë në Kipër apo gjithë gjepë, sot është gjithë gjeki. Por atje është rekrutuar nga një njeri shumë i rrezikshëm, që nuk vjen në Shqipëri, ai është Babis Karathanos. Babis Karathanos ka qenë në atë kohë kryetar i shoqatës së himariotëve në Greqi. Tani është dikush tjetër. Me vonë është bërë dikush tjetër, por ishte spion i sigurimit i asfaltës greke, por nuk ato janë të njohura. Është pikërisht, më falni, është pikërisht i Babi Karathano që e ka prezantuar Fredi Belerin në Konicë tek Sebastianosi, me lidhjen do të thënë, siç kishte lidhje me kishën, sepse e pleksur kisha me shtetin e Greqi ka qenë gjithmonë, dhe është pikërisht ky e Karathanos që e ka prezantuar Fredi Belerin tek njeriu prifti shumë agresiv, shumë armiqësor ndaj Shqipërisë, Sebastianos, në Konicë. Pastaj i vjen rradha që Fredi Beleri me gjithë këta vinë dhe dështojnë në përpjekjen e tyre për të ardhur për të bastisur, për të vrarë, për të grabitur edhe postën e Longos, siç bën në Peshkopi, ku vranë oficerin dhe ushtarin, morën 15 automatik, morën 2 arka me fishek, morën një peng, morën shumë gjëra, plagosën edhe njerëz. Terrorizuan gjithë si grup terrorist Mavi ata. Në fund, pas përfundimit të gjyqit, kur ka përfunduar, pas përfundimit të gjyqit, thuhet këtu, pas përfundimit të gjyqit të tyre, avokati i tyre, Filoklis Asimakis, thirrri rroft të Mavi, ja 5 milion drahmi për organizatën e re e Mavit. Dhe më thënë, organizata e re, riorganizimi i Mavit, nga Mavi i vjetër që thamë ne, kemi shpjeguar, i Vasil Shahinit, i Athanasio Kokaveshit, edhe i Kosta Papës, i gjyshit të Hadhan Papës. Pra ishte krijuar një bërthame re e Mavit, edhe ky jep, avokati i tyre jep 5 milion drahmi për ata organizatë. I mbrojti si të Mavit dhe jep për ata organizatë të re edhe 5 milion drahmi. Dhe edhe kurse Beleri sot nuk jam i Mavit, hajde gjenje tani, se ç'bëjnë këta avokatët tanë, që e kanë mbrojtur këtë çështje, se ç'bëjnë prokurorët tanë, se ç'bëjnë hetuesit tanë, se ç'bëjnë gjyqtarët tanë, që nuk i shikojnë gjëra të tilla, unë nuk e marr vesh. Tani edhe një njeri ta marrësh nga 10, diçka më shumë do bente. Nuk do e bente sigurisht të qartë ai, sepse të punë ka, të mundësi ka, po pak më i qartë do ishte. Kurse këta s'kan bërë asgjë, përkundrazi kanë ngritur ata fletat e dosjes edhe nuk e shkelin mbi koka njerëzve, mbi gjakun e njerëzve, mbi gjakun atyre që janë vrarë për atë dheje. Ata shkelin dhe s'priesin fare. Jo vetëm kaq, por të ndalohemi tani në pjesën e tjetër, në pjesën e medias, mbulimi mediatik që jepet sot Beleri.
si i zgjedhur kryesor, meqenëse ai nuk ka mbështetjen e pjesën e minoritetit të saktë, atë njerëz punëtorë, kemi thënë njerëz të rregullt, që paguajnë dritat më mirë nga ne, shtet dashës, shtet berës, ashtu dhe. Ai nuk gjenë atje mbështetje, por kanë vetëm një beler atje. Dhe ky beler tani është i thirrur në disa kanale, jo vetëm i privilegjuar nga Sali Berisha dhe nga pjesa e djathtë, Tritan Shehut edhe të tjerë atje, sepse njihet, po jo vetëm atje, për gjithë Shqipërinë. Këto nuk fusim ata të gënjërit, të mashtruarit, domethënë që për pak karrige, për pak pushtet, për intereset e vogla, rrinë në atë parti, në atë formacion, në atë aleancë, thjesht edhe sepse është beleri aty. Këtu flasim për njerëz që kanë patur lidhje direkte. Tritan Shehu, që është një gjirokastër, që ai din të gjitha, ai ka jetuar, i ka përjetuar atje. Të gjitha këto që themi ne. Sali Berisha, po e dhaj, çudi e madhe, do thonë, ja, çudi është, ashtu është marrë me grekët, ashtu është marrë me serbët, ka bërë kontrabandën e naftës, e sa të tjera. Por, i ftuar, vazhdimisht, ai është me një kanal në Shqipëri, më shumë se kudo. Aty rreth më tepër. Tek kanali i Endri Beksit. I para Endri Gjumë, atë porën e madhe ka që mba në gojë, ai. Aty është i ftuar më shumë se kudo. Kam qenë dhe unë i ftuar për 14 minuta aty në Rakipi. Në atë kanal kam qenë në MCN. Ai është kanali i Endri Meksit. Endri Meksi është djali i Aleksandër Meksit. Aleksandër Meksi ka qenë kryeministri i Shqipërisë në kohën kur ka ndodhur kjo masakër. Mos më harroni këtë. Ministri i jashtëm ka qenë Tritan Shehu dhe presidenti i Republikës ka qenë Sali Berisha. Është pikërisht ky kanal që e ka ftuar dhe e fton vazhdimisht. Jo vetëm me Çanin, që po Çani është progrek dhe anti-shqiptari tërbuar dhe në atë e dim. Por edhe ata e Zuska që e ka emrin Erla Mehili, që e ka patur atje gjithmonë afër Berisha. Derisa e pa që s'bën të dëgjë dhe hiku kut në gazetari, u zuri vendin e gazetarëve që kishin e meritonin të ishin ata aty, dhe u kut Erla Mehili me ato stilet e vetën për të bërë këtë punë, që e fton atje edhe lejon të thotë ç'të dojë edhe me një kohë të pakufizuar, qoftë tek ky Arjan Çani, qoftë Erla Mehili, me urdhër të Sali Berisha, sa ai ka kohë të pakufizuar. Neve jo na ofendojnë dhe na kufizojnë kohën, po s'ka gjë. Pra gjendemi në vend të huaj kur futemi në atë kanal. Kanali është i Aleksandër Meksit për ju që e ndiqni. Kanali është i Aleksandër Meksit dhe më vjen keq kur shikoj gjëra të tilla. Më vjen keq edhe për pse në lezin kur shikoj që e ndjek Aleksandër Meksin, sepse djali i tij po bën të tilla gjëra kur babai i tij ka qenë në atë kohë kur është përgjakur e partit Peshkepis, kryeministri i Shqipërisë. Është atje edhe një djalë i ri, e keni parë, një mi i vogël, që nuk e një mi ushi i vogël atje. E ka emrin Sebastian Zonja, edhe ai vazhdimisht dhe gazetarë të tjerë, aty atë kanal e ftojnë, po edhe ai e fton këtë. Këti si vej fajxhanëm, këti Sebastian Zonja, se po të ishte për të qenë një njeri që do ishte për të qenë e për të thënë, nuk dhe thonin Zonja, dhe thonin Sebastian Zotëria. Shte presësh, e kështë janë se shumë i ri, dhe është i lexuar. Mirë pa ja që shketë dhe aje dhe futet në shinat e këtyre të vjetërve, të Erla Mehili, të Arjan Çanit, edhe del deri lartë tek Tritan Shehu, Aleksandër Meksi, që është pronari vërtet i MCN-s, dhe në fund Sali Berisha. Bashkan qenë, bashkan. Habitën e ju, habitën edhe unë, se si ka mësi që Fredi Beleri, një maskaraj të tillë që s'ka le gjë pa bërë, një kriminalit të tillë, jepet hapësirë ka që madhe një kanal televiziv, pronarit të cilit është djali i ish kryeministrit shqiptar, që ka qenë për përsëris edhe tani, edhe një herë, kryeministri i Shqipërisë në momentin kur ka ndodhur masakër. Janë paradokse shqiptare, këtu i jap të drejtë Armizalisë, që thoshte po jetim i rreshtonte paradokset dhe e quante paradoks. Kjo është me vërtet paradoks, po ja që po e jetim, po e përjetim, dhe me duket se do kemi probleme të mëdha. Uroj që dosja të shkojnë mbar, uroj që gjërat të fillojnë të shqyrtohen, edhe të sheshohen, të shkojnë gjërat në vendin e vet. Ju uroj të gjithë të mira.